Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Data 19 qershor 2026 sjell një ritëm të shpejtë dhe zhvillime që mund të nxjerrin nga rutina. Një çështje që duke je bllokuar fillon të lëviz në drejtimin e duhur. Në punë do të kesh mundësinë të tregosh aftësitë tua dhe të fitosh besimin e dikujt me ndikim. Në jetën personale shmang reagimet impulsive. Demi. Kjo ditë të fton të mendosh më shumë për të ardhmen dhe për objektivat që dëshiron të arrish gjatë muajve në vazhdim. Një lajm i mirë ose një provozim interesant mund të të japë motivim shtesë. Në marrëdhëniet sentimentale mbizotron nevoja për siguri dhe qartësi. Binjakët. Energjia e kësaj dite të ndihmon të krijosh kontakte të reja dhe të zgjerosh rrethin e njohjeve. Mund të lindë një bashkëpunim i dobishëm ose një ide që meriton të zhvillohet më tej. Në dashuri atmosfera bëhet më e gjallë dhe emocionet më spontane. Mos e nënvlerëso një këshill që vjen nga një person me përvojë. Gaforia. Dita karakterizohet nga një nevojë më e madhe për qetësi dhe stabilitet emocional. Mund të ndihesh i prirur të analizosh disa situata që kanë mbetur pezull. Në punë përkushtimi yt do të vërehet, edhe nëse rezultatet nuk shfaqen menjëherë. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa fjalët. Luani. Sot do të ndihesh më i motivuar për të ndjekur ambicet e tua. Një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi mund të hap rrugë të reja profesionale. Në aspektin sentimental, energjia jote pozitive të bën më tërheqës dhe më të afërt me të tjerët. Virgjëresha. Kjo është një ditë e favorshme për të sistemuar çështje praktike dhe për të mbyllur detyra të lëna përgjysmë. Përshëndrimi yt do të jetë i lartë dhe do të ndihmojë të shmangësh gabimet. Në marrëdhënie mund të lindë nevoja për të sqaruar disa keqkuptime të vogla. Peshoria. Dita sjell mundësi për të rikthyer ekuilibrin në fusha ku kohët e fundit kanë ndjerë pasiguri. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë rrjedhën e një raporti të rëndësishëm. Në punë aftësia për të bashkëpunuar do të jetë arma jote më e fortë. Në dashuri pritet një atmosferë më e ngrohtë dhe më romantike. Shfrytëzo çdo mundësi për të kaluar kohë cilësore me njerëzit e afërt. Akrepi. Sot do ndihesh më i vendosur për të marrë kontrollin e situatave që të shqetësojnë. Një çështje financiare ose profesionale mund të kërkojë një analizë më të thellë. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të jetë më i rëndësishëm se kurrë. Shigjetari. Kjo ditë sjell frymë optimizmi dhe dëshirë për ndryshim. Mund të ndihesh i tërhequr nga ide të reja, projekte kreative ose plane udhëtimi. Në punë, iniciativa jote mund të vlerësohet nga persona që kanë ndikim në karrierën tënde. Në dashuri, spontaniteti krijon momente të këndshme dhe afrime të natyrshme. Britsjapi. Fokusi kryesor i ditës do të jetë organizimi dhe menaxhimi i përgjegjësive, edhe pse mund të ketë më shumë ngarkesë se zakonisht do të arrish të ruash kontrollin. Në aspektin financiar mund të lindë një mundësi për përmirësim ose kursim. Në marrëdhënie tregon më shumë fleksibilitet. Ujori. Dita favorizon kreativitetin, komunikimin dhe projektet që kërkojnë ide origjinale. Një njohje e re mund të sjellë frymëzim ose mundësi interesante për të ardhmen. Në dashuri je më i hapur ndaj emocioneve dhe më i gatshëm për të ndarë mendimet e tua. Peshqit. Sot do të ndjesh nevojën për të dëgjuar më shumë veten dhe për të ndjekur atë që të bën të ndihesh më mirë. Disa situata që kanë krijuar paqartësi fillojnë të marrin formë më të qartë. Në punë, kreativiteti dhe intuita do të jenë ala të fortë. Në dashuri, dita sjell emocione të këndshme dhe mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese. Horoskopi në Top Albania Radio.